Mbledhja e parë e kuvendit të ri të komunës së Prizrenit sot ftuar nga kryesuesi profesor doktor Simir Krasniqi e ku ishin kryetari i komunës Shaqir Totaj, nën kryetari i komunës Kujtim Gashti. Kryesuesi duke njoftuar me rendin e ditës, fillimisht njoftoi lidhur me tërheqjet dhe zëvendësimet e tyre me kuvendarët e rinj që janë Daut Ponikaj, Sultan Badallaj, Trendelina Kastrati, Adrit Krasniqi. Pas betimit të kuvendarëve të rinj, fillimisht uroi kryetari i komunës Shaqir Totaj duke uruar ata që ishin dhe tani ata që janë të riemëruar. Gjithëve ju uroj zgjedhjen në postin e asambleistit, pa dallim partie, gjithashtu drejtorave e sidomos atyre që janë zgjedhërisht, ju uroj mandatin e ri dhe jam shumë i sigurt se me kontributin e secilit nga ne, 4 vjeçari i ardhshëm do të jetë i suksesshëm në drejtim të plotësimit të nevojave dhe përmirësimit të kvalitetit jetës për të gjithë qytetarët e Prizrenit. Do më falenderoj secilin ata që kanë qenë mandatin e kaluar për kontributin që e keni dhënë, edhe me një besim të plotë se ky mandat do të jetë hala më i suksesshëm. Ju falenderoj gjithëve. Pas miratimit të rendit të ditës nga 7 pika, filluan me pyetje të kuvendarëve dhe ngritjen e çështjeve të ndryshme, ku fillimisht Aziz Hodaj shtroi rastin e vërshimeve. Por ajo që ka ndodhur para një jave, para 10 dite me vërshime të mëdha e do një përkujdesje të veçantë. Ajo ka qenë një gjendje apokaliptike, një gjendje jashtëzakonisht e rëndë që ka shkaktuar shumë dëme, për fat mirë jo në njerëz. Andaj do të kërkoj që të futet në rendin e ditës. Edhe një pikë për ta formuar një komision që do ta udhëheqë vetë kryetari i komunës, me u marrë seriozisht me vlerësimin e dëmeve që kanë ndodhur sidomos në anën e Përdrinis edhe Tasit. E kemi komisionin, edhe komisioni natyrisht që ka qasjen serioze, po nëse shumica mendon që duhet edhe asambleja me votu për ato, unë nuk jam kundër asaj, veç komisioni ekziston, po kemi prit që gjendja me u qetësu pak edhe pastaj me fillu punën për me evidentu cilat janë dëmet, aq sa mundemi na në mënyrë precize me bë, dhe pastaj me shiku se ka duhet mi adresu ato, kush ka resurse, kush ka kapacitete, e na e dim që komuna ka shumë pak resurse dhe kapacitete, qeveria qendrore po du me besu që do të kyqen për me kompenzu dëmet për aq sa do të ketë mundësi, sepse nevojat janë evidente. Shukri Quni, Qemal Krasniqi, Elden Abazi, Sigreta Aliti, Dafina Alishani, nën kryetari Kujtim Gashti. Pastaj ka dhënë sqarime shtesë. Unë e di që çdo komision votohet çdo. Ky është tash kuvend i ri, domethënë legjislativ i ri. Çdo komision që formojmë na kemi me votu këto. Unë edhe unë kom pas me propozu, po Azizi propozoj para meje që e mbështes edhe unë fuqimisht për formimin apo themelimin e një komisioni të përhershëm për vlerësim të dëmeve edhe vërshimeve që janë bërë, domethënë nga katastrofa natyrale. Pas mundësi që në atë komision edhe 2-3 anëtar të kuvendit të shtinen. Edhe a parashe rregullore, a parashe ligji këtë gjë. Një rasti i vërshimeve dhe fatkeqësive natyrore nuk trajtohet prej kuvendit. Trajtohet prej njerëzve që janë ekspert. Ekspert kanë drejtoritë, edhe ky komision ekziston. Është mbledh materiale, është mbledh kërkesa nga qytetarët, nga banorët, kanë qenë vizita në secilin lokalitet, drejtoria e emergjencave ka drejtuar këtë farë procesi, edhe nuk e di cila është efekti i themelimit një komisioni prej anëtarëve të kuvendit, që asnjëri këtu nuk është ekspert i emergjencave. Predsjednika Skupštine da odmah zaustavi ovu nezakonitu praksu i skloni ovu tačku sa dnevnog reda danas. Kemi mundësi me propozim kryetarit me formu një komision të veçantë që bën vlerësimin dhe analizën e dëmeve dhe e dërgon në institucionet përkatëse, përkatësisht në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave dhe e bën pagesën ose shpagimin e dëmeve që ka ndodhur. Keni propozim konkret nga një komunitet. Thot me hek pikën e rendit ditës, sepse jemi në pikë të rendit ditës. Dhe në këtë rast si kryesues e hedh në votim. A mu hek, a mos mu hek, shumë e thjeshtë është. S'di pse pe komplikojmë një diçka që
non-stop është ba. Kërkoj nga ana juaj shqyrtimin dhe ndërmarrjen e veprimeve për rregullimin e urës në fshatin Kushnin të Hasit, e cila gjendet përballë mullirit të vjetër. Halil Berisha Caddesi'nde, yani John Buzuklu Lisesi'nin arkasında yapılan inşaat çalışmaları çevre evlerin duvarlarına zarar vermiş, çatlamalara yol açmış. Resmi olarak şikayette bulunmasına rağmen mahalle sakinleri henüz bir cevap alamamıştır. Kisha kërku që mbikëqyrësit e juaj të jenë shumë siçel dhe mos të pranohen punimet të cilat veç i marrin të gjithë të nderuesit. Në këtë kuvend e jashtë kuvendit ju kemi kritikuar për ndriçimin publik, në veçanti në lagjën Arbana dhe Jaglenic. Te hyrja e ITP-s nuk ka javë që nuk shkaktojnë aksidente për masave të ndryshme. Kërkoj që të bëhet një plan dhe një projekt për zgjidhjen e hyrjes dhe daljes në rrugën kryesore në fshatin Vlashne, po ashtu edhe hyrjen dhe daljen në fshatin Poslisht, sepse aty po krijohen kolona të gjata dhe po pengojnë shumë qarkullimin e lirë në këtë rrugë. Pozivam direktora javnih usluga da razmotri ovaj problem i da se bez odlaganja obezbedi redovan javni prevoz za meštane sela Grënqara. Kam një kërkesë prej kryetarit, prej kryesuesit, të cilën e kemi monitoruar edhe domethënë në mandatin e kaluar, që nuk është mirë për demokraci. Çështja, edhe pse është shumë teknike, edhe po vjen shumë keq që po e ngris këtë çështje, po është çështja e postimeve në faqen e komunës së Prizrenit. Një debat konstruktiv që dua edhe uroj që të vazhdoj edhe në të ardhmen, por po dua që të them se në secilën pikë ose secilën kërkesë që anëtarët e kuvendit e shtrojnë këtu për futjen në rend të ditës ose heqjen, unë mendoj se duhet të vendoset në votim, pastaj anëtarët e kuvendit të vendosin nëse duhet të shtojnë ose të heqin. Jo çdo drejtor është eksperti asaj lëmije, asaj fushe, por i ka edhe punëtorë të cilët janë në drejtoritë përkatëse dhe informacionin nga ta mund të sjellë përgjigjen me shkrim, por asesi të mohohet fjala që të kthejnë përgjigje në seancë të kuvendit, sepse po e potencoj edhe një herë që kuvendi është, po mendoj që është vendi ku duhet bëhet politik, sepse politikisht jemi këtu. Propozimi im pas konsultës me grupin ton është që në Komunitetin për Politikë dhe Financa t'jenë zonja Ymran Fusha, zonja Trondelin Kastrati dhe unë Arjanit Berisha. Së pari falenderoj grupin që më ka zgjedhë si shefe e grupit, edhe ne me qels neve na takonin dy antar, nëse s'gaboj. Unë si shefe e grupit jam pjesë e KPF-s, jam propozu nga grupi, si dhe Ilir Gashi. Grupi i kuvendarëve të LDK-s ka caktuar Aziz Hodaj dhe Agnesa Sinanaj. Bashkimi Demokratik propozon Shukri Çunin. Pas diskutimeve, sidomos nga subjektet politike turke, bosnjake, Furkan Bytyç zgjidhet nën kryetar për komuniteti propozuar nga kuvendari Ilir Gashi, ku me këtë rast Furkan Bytyç me shumicën e votave zgjidhet nën kryetar i komunitetit. Misht pra votohet nga 5 antarë zoti Furkan Bytyç nën kryetari komunës për komunitete. I urojmë suksese dhe punë të mbarë.